Speca të regjur me qumësht, të mbushur me djathë dhe ajk, përgatiten tepër shpejt dhe shijojnë shumë. 1 kilogram speca të bardhë, nga këto që kam unë, apo sumborka që janë pak pikante, i shtojmë në brëndësi pak krip, nuk do i lëmë të pushojnë, 400 gram djathë i bardhë i butë, e shtypim me pirun, do të shtojmë 400 gram ajk kosi shmangët apo salcë kosi, këtë keni, përzijim sa bëhen si krem, mbushim një tas apo një kavanoz, shtojmë pak krem në fund të tasit, do të mbushim specat një nga një, i rreshtojmë në tas, më pas do të vendosim të vloj 1 litër apo 500 ml qumësh, varion nga madhësia e tasit, unë kam mbushur edhe kavanozin. Pasi qumshi merr val, do i shtojmë 1 lugë çaj krip, e përzijem mirë qumshin dhe e shtojmë ashtu siç është i val tek specat. Për 3 apo 4 ditë janë gati dhe mbahen në frigorifer. Ju bëf të mirë nëse i provoni.